Mandej, vllazër, është shumë e rëndësi pjesa tjetër që mishrimi i juve me kontaktin që keni me profesorat e juve, me hafizat e juve. Në momentin që ti e bë pjesë e kësaj medrese, Allah Gjeleshanuhu ta ka dhënë tije një zinxhir të dijes. Çka është zinxhiri i dijes? Zinxhiri i dijes është ai zinxhir i cili fillon nga koha e pejgamberit alayhis salam, që ka burimin prej pejgamberit alayhis salam e deri në kohën e sodit. Në momentin që ti vjen medrese të madhe në Gjakov, ti e fut në një mirësi të madhe e cila thirret zinxhiri i dijes. Ky zinxhiri i dijes nga kush mirret? Ki mirret nga profesorat e juve, nga mësuesit e juve, nga shejhat e juve. Këta nga kush e kanë morë dijen? Këta e kanë morë nga profesorat para këtënve. Ata e kanë morë nga gjenerata tjetër, ata nga gjenerata tjetër, deri kur më rrin dija tek gjenerata e sahabëve. Edhe gjenerata e pejgamberit alayhis salam që tha, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Tha shekulli më i art, shekulli më i mirë, tha është shekullin të cilën jam unë edhe sahabët. Mandej është shekujt e tjerë të cilët vinë njëri pas tjetrit. Dhe ky zinxhir i dijes ki mirret nga mësuesit e juve, hafizat e juve, dhe këta nga ata të parë, edhe kështu që kalon ky zinxhir deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fenë islame, gjithmonë nuk mundet me qenë talibul ilm nëse nuk ka shejх, nëse nuk ka dietar, nëse nuk ka mësues. Secili për me qenë nxënës i vishëm, i dallum, i mirë, duhet me pas mësuesin. Gjë nuk kupton se ai cili nuk ka mësues, të kemi një thonje e cila është shumë e rëndësi, që thot leula el murabbi ma araftu rabbi. Thot, sikur mos kishte qenë mësuesi im, nuk isha me njoft as Zotin tim. Do thot, mësuesi është pika kryesore që ta bën të mundshme ti me njoft rrugën e vërtet, rrugën e Allah Gjeleshanuhu. Leula murabbi, sikur mos ta kisha unë mësuesin, çka do të bënësha? Do të isha në humbje, do të isha në dalalet, do të isha në shkatërrim. Po mësuesi është ai i cili ta tregon rrugën e vërtet, edhe të njëjtën kohë të bën për atyre të cilët e njeh krijuesin tan, e njeh Zotin tan përmes mësuesit. Fjala tjetër e seleve është femen la shejhe lehu, fe shejhuhu e shejtan. Ai i cili nuk ka mësues, ai i cili nuk ka dietar, ai automatikisht radhitet në anën e majt. E kush është në anën e majt? Në anën e majt është rruga e shejtanit. Kur e ke mësuesin, i në rrugën e drejt, i në rrugën e djathtë. E kjo thonje seleve thot, ne thot ai i cili nuk ka mësues, atëherë mësues i tij bëhet shejtani edhe e humb. Do thot, këshinë çfarë roli të madh paha mësuesi për juve, çfarë roli të madh paha hafizi, çfarë roli të madh paha i cili juve ju formulon dhe ju formon si kuadër edhe si personalitet, po edhe si kuadër i të ardhmës së këtij populli apo i këtij kombi.